Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin ton Monitor TV për të komentuar dhe për të bërë një analizë pak më të detajuar se kush është finalisti dytë në Ferma VIP. Televotimi vazhdon të jetë i hapur që në prajmin e së hënës, do me thënë do zjatën deri në prajmin e së premtes, ku do të përzgjidhet finalisti dytë apo mund të ndodhë edhe finalisti i tretë, sepse më datën 15, do me thënë kemi finalen e madhe që nënkupton koha nuk pret për t'i përzgjedhur finalistët, mund të ndodhë që mund të përzgjidhen dy finalistë. Por pyetja më e madhe e publikut është kjo se kush mund të jetë finalisti i dytë dhe finalisti i tretë, pasi që duhet të dalin 5 finalistë. Unë mendoj që finalisti i dytë në këtë kombinim të cilin u bë pas Mimozës dhe që do të ketë përballjen në podiumin kryesor me Mimozën, unë mendoj që do të jetë Ilir Shaqiri. Iliri ka qenë i përkëdhelur nga ana e produksionit, ka thyer shumë rregulla, ka përdorur një gjuhë jashtëzakonisht të frikshme dhe të tmerrshme, një gjuhë që realisht unë nuk kam dashur kur as ta dëgjoj dhe as ta besoj që një personazh si Ilir Shaqiri mund të përdorë një gjuhë të tillë, por gjithsesi do me thënë produksioni e ka ledhatuar, edhe kur e kanë dënuar, e kanë ledhatuar. Dhe në këtë rast, unë e shoh që produksioni është duke bërë maksimumin që Ilir Shaqirin ta nxjerrën finalistin e dytë. Tani, a do t'jetë Visi në finale, në përballje me Romirin, sepse janë 5 finalistë? Unë mendoj që Visi nuk do t'jetë në finalen e madhe, sepse Romiri ka një bagazh pak më të gjerë dhe ka patur një afrimitet goxha më të madh me produksionin e Fermës, do me thënë me Arbanën, me Eduardin. Mendoj që ka luajtur politika në interes të produksionit dhe gjithmonë është munduar që ta mbaj drejt peshimin e lojës, gjë e cila do me thënë është shumë e vlerësuar tek një lojtar dhe mendoj që Romiri do t'jetë finalisti i tretë në këtë Big Brother, në këtë Ferm, edhe pse do të ketë ndoshta ndonjë televotim tjetër. Sarën e shoh në finale të madhe, me thënë të drejtën, sepse Sara po ashtu ka qenë e përkëdhelur nga produksioni, ka qenë e kundërta e Mimozës, do me thënë janë këto dy polet e kundërta që u krijuan brenda në shtëpi dhe që Mimoza e kishte kundërvajtje gjithmonë, dhe mendoj që produksioni do t'ia jep trofeun që Sara do t'jetë në finalen e madhe, sepse që në natën e parë apo që në ditën e parë kur Sara është bërë pjesë e këtij formati të gjithmonë, do me thënë e ka patur këtë mbështetjen e produksionit, këtë respektin e produksionit, ka qenë edhe në shtëpi, do me thënë është përfolur shumë kjo gjëja dhe mendoj që do t'jetë vajtëm tek 4 finalistë dhe i pesti besim tek Soni dhe tek Visi, sepse unë e them gjithmonë që nuk ma merr mendja që Bujaka do t'jetë pjesë e finalis, edhe pse mendoj që Bujaka e meriton të jetë finalist, sepse Bujaka ka patur përballje të jashtëzakonshme, ka patur luftra të jashtëzakonshme, ka patur zënka pothuajse me të gjithë shtëpinë. Arsyeja e vetme në thelb ishte pse ishte vetëm afër Mimozës dhe të tjerët nuk e pranonin dot këtë realitetin, do me thënë Mimozën e kishin ferën në sy, dhe mendoj që Bujakën produksioni nuk do ta çon, edhe pse unë do kisha dashur që një shqiptar i Kosovës të ishte në finalen të madhe, por siç duket këtu në Ferm janë gjërat krejtësisht ndryshe. Do me thënë mendoj që Romiri do t'jetë, Sara, Soni, Iliri dhe Mimoza, por fituese do t'jetë Mimoza. Unë e shoh që produksioni nuk e ka shumë në interes kush do t'jetë finalisti i tretë, i katërt apo i pestë. Do me thënë, fokusi është tek të dy finalistët. A mund të ndodhë që të ketë ndonjë ndryshim të çmimit, nuk ma merr mendja, sepse Mimoza e meriton vërtet që ta fiton këtë Ferm, ka bërë maksimumin e saj, por nuk i dihet. Unë nuk e besoj që mund ta merr Iliri, por Iliri do t'jetë i favorizuar dhe do t'jetë finalisti i dytë.